Zbuluohet ja të mbeturin shoqërinë treshi për sheshi, edhe kjo e vërtet. Shoqëria e famshme që njohim të gjithë nuk po kalon në ditët e saj më të mira. Prej kohësh po flitet për një ftoje mes Klodit, Londrimit dhe Elionës dhe ndonse publikimi i projektit After Party të Londrimit solli disa komente shpërndarje, sa për të hedhur hi syve në rrjet, dyshimet nuk u shuan, po ku ka zë nuk është pa gjë. Nëse deri para 1-2 javësh ata gjithsesi ruanin takimet, tani ftoja ka kaluar në një tjetër nivel. Urime për Priveba Libertas Pahiu konfirmojnë se aktualisht nuk ka fare komunikim mes tyre. Mësohet se është Lundrimi ai që ka mbetur i hatërmbetur, sidomos me Klodin, dhe kaq ka mjaftuar që të ngrihen raportet. Megjithatë, Lundrimi po vazhdon punën dhe pritet të publikojë klipet e radhës nga EP-ja. Ndërto, njëri siç është kuptuar në rrjetet sociale, do të sjell Dolçen si protagoniste në një video që premton të jetë sa sensuale, aq edhe bombastike.